Horoskopi ditor, e hënë, 27 tetor 2025. Dashi. Dita e re sjell një rritje të vetbesimit në rrugën tuaj. Me Marsin që energjizon shpirtin tuaj, do të gjeni guximin për të përballuar detyrat të vështira që ju kanë zënë. Mos u nguroni të shprehni idetë tuaja në vendin e punës. Vendosmëria juaj do të shkëlqejë duke ju tërhequr vëmendje pozitive. Në çështjet e zemrës, kjo është një ditë ideale për të thënë të vërtetat tuaja dhe për t'i bërë të ditur partnerit tuaj ndjenjat tuaja të sinqerta. Rreshtimi planetar favorizon biseda zemër më zemër që thellojnë lidhjet emocionale. Në frontin personal, kanalizoni këtë energji në aktivitet fizik për të çliruar çdo stres të akumuluar. Konsideroni të shkoni për një vrapim ose të angazhoheni në një klasë të gjallë fitnesi. Financiarisht sot ka potencial për fitime, qoftë përmes mundësive bonus apo kthimeve të papritura të investimeve. Përqafojeni këtë moment, por mos harroni të qëndroni të kujdesshëm dhe të shmangni shpenzimet impulsive. Në përgjithësi, dashi yjet rreshtohen në favorin tuaj sot. Shijoni vrrullin dhe ndiqni ambicjet tuaja me entuziazëm. Demi. Energjitë qiellore më 27 tetor 2025. Ju nxisin të dëshironi stabilitet dhe rutinë. Me Venusin, planetin tuaj sundues, të pozicionuar në mënyrë harmonike, do të gjeni paqe në mjedise dhe aktivitetet të njohura. Profesionalisht, kjo është një ditë për të përqendruar në detyra që kërkojnë saktësi dhe vëmendje të kujdesshme. Gjeni gëzim duke kaluar listën tuaj të detyrave dhe duke shijuar arritjet e vogla. Në dashuri, ushqeni lidhjet me siguri të butë. Tregoni vlerësim përmes gjesteve të menduara mirë që riafirmojnë besnikërinë dhe dashurinë tuaj. Për demat beqar, një takim i rastësishëm mund të ngjallë interes. Prandaj jeni të hapur ndaj njohjeve të reja. Financiarisht, synoni të kurseni në vend që të shpenzoni. Rishikimi i buxheteve dhe parafrimi i burimeve tuaja është i favorizuar, duke përgatitur terrenin për prosperitet të ardhshëm. Fizikisht, angazhohuni në aktivitete themelore si yoga ose meditimi për të ruajtur ekuilibrin tuaj të brendshëm. Yjet e sotëm sugjerojnë një fokus në moderim mbi ekstravagancën. Duke i dhënë përparësi kënaqësisë dhe lumturisë së brendshme, ju vendosni themelet për përmbushje afatgjat. Binjakët. Dita e re fton kuriozitetin të lulëzoj. Prania e hënës në sektorin tuaj të komunikimit rrit dëshirën tuaj për t'u lidhur, duke e bërë atë ditën e përsosur për të krijuar rrjete ose për t'u takuar me miqt. Shkathësia juaj do të jetë aseti juaj më i madh ndërsa përballoni bisedat me lehtësi. Profesionalisht, ide inovative do të shfaqen, duke ofruar përmirësime në projektet në vazhdim. Ruani përshtatshmërinë tuaj dhe mos u nguroni të propozoni iniciativa të reja për eprorët. Në marrëdhënie, angazhohuni në dialogje stimuluese që rigjallërojnë lidhjen tuaj. Shprehni ndjenjat tuaja lirisht, pasi duke vepruar kështu do të kultivoni një mirëkuptim më të fortë. Financiarisht mund të lindë një shpenzim i papritur, kështu që është e mençur të menaxhoni fondet me kujdes. Rritja personale vjen nga të mësuarit e aftësive të reja ose nga zhytja në tema emocionuese. Intelekti juaj i lindur do ta shijojë sfidën. Balanconi stimulimin tuaj mendor me momente relaksimi, duke u siguruar që të mos lodheni gjatë ndjekjes së dijes. Sot, përputhuni me natyrën tuaj të dyfisht, duke përqafuar gjendjet sociale dhe reflektuese. Gaforria. Dita e re bën thirrje për vetanalizë, duke ju ofruar një hapësirë ushqyese për të rivlerësuar rrugën tuaj aktuale. Me hënën në sinkron me natyrën tuaj intuitive, njohuritë e thella janë të arritshme, duke udhëhequr vendime që ndikojnë në aspektet personale dhe profesionale të jetës. Në punë lejoni që kreativiteti të lulëzojë, duke përqafuar projekte që nxisin anën tuaj artistike. Qasja juaj e dhëmshur në situatat e punës në grup do të vlerësohet nga kolegët. Emocionalisht është një ditë për kultivimin e kujdesit për veten. Respektoni ndjenjat tuaja dhe komunikojini ato me dashuri me të tjerët, duke vendosur kufi aty ku është e nevojshme. Kjo do të sigurojë qartësi emocionale dhe do të zvogëlojë stresin. Financiarisht këshillohet një shqyrtim i kujdesshëm i shpenzimeve tuaja. Përdoreni këtë kohë për të planifikuar për të ardhmen. Në çështjet familjare, mbështetuni në cilësitë tuaja natyrore ushqyese për të ndërtuar një mirëkuptim dhe besim më të thellë. Aktivitetet fizike që fuqizojnë, por qetësojnë të tilla si noti ose një shëtitje e butë në natyrë, do të harmonizojnë trupin dhe shpirtin tuaj. Gaforria, jepini përparësi asaj që është afër zemrës suaj sot. Luani. Atmosfera kozmike thekson leadershipin dhe kreativitetin. Planeti juaj sundues, dielli, shkëlqen në angazhim dhe shprehje dinamike,
duke ju inkurajuar të kapni vëmendjen. Profesionalisht, kjo përkthehet në mundësi për të shfaqur aftësitë dhe talentin tuaj. Bëni një hap përpara me besim në projekte ose prezantime në grup. Pasi sharmi juaj bindës do të fitojë mbështetje dhe admirim. Në marrëdhëniet personale, energjia juaj e gjallë frymëzon të tjerët. Përdoreni atë për të inkurajuar të dashurit dhe ata do t'ju kthejnë me dashuri dhe besnikëri. Nëse jeni beqar, tubimet shoqërore mund të çojnë në lidhje emocionuese. Në frontin financiar, merrni në konsiderat investimet afatgjata që përputhen me ambicjet tuaja. Shmangni blerjet impulsive sot, pasi disiplina do të sjellë dividend në planet e ardhshme. Angazhohuni në aktivitete kardiovaskulare për të rritur vitalitetin tuaj dhe për të ruajtur nivelet e energjisë. Luani, karizma juaj natyrore është një far. Lejojeni t'ju udhëheq drejt ndërveprimeve dhe afirmimeve pozitive. Yjet ju kujtojnë të balanconi midis çlirimit të forcës suaj krijuese dhe kultivimit të paqes suaj të brendshme. Virgjëresha. Energjitë kozmike rreshtohen për të mbështetur plane të përpikta dhe precizion. Merkuri ndikon në mënyrë të favorshme në shenjën tuaj, duke rritur aftësitë analitike. Në punë, përdorni vëmendjen ndaj detajeve për të përballuar detyra komplekse. Aftësia juaj për të ofruar zgjidhje praktike nuk do të kalojë pa u vënë re, duke çuar potencialisht në përgjegjësi ose përparime të reja. Në marrëdhëniet personale, përqendrohuni në komunikim të qartë, duke u kujdesur të shprehni ndjenjat me ngrohtësi. Virgjëreshat beqare mund të gjejnë perspektiva të reja në mjedise të njohura si mjediset e punës. Stabiliteti financiar është i arritshëm, por është e nevojshme të tregoni kujdes dhe të rivlerësoni zakonet e shpenzimeve. Konsideroni të lini mënjan kursimet për ngjarje të papritura në të ardhmen. Fizikisht, aktivitetet që përsosin si mendjen ashtu edhe trupin janë të dobishme. Yoga ose tai chi mund të rrisin fleksibilitetin dhe të ofrojnë relaksim. Mos harroni, yjet e sotëm favorizojnë kërkimin tuaj për njohuri, duke ju nxitur të eksploroni mundësi arsimore ose hobi që rrisin aftësitë. Virgjëresha, kanalizoni energjitë për të krijuar një ditë me arritje të strukturuara dhe lidhje të qeta. Peshorja. Dinamikat astrale ju inkurajojnë të kërkoni ekuilibër në të gjitha fushat e jetës suaj. Venusi, planeti juaj sundues, hedh një dritë harmonike në ndërveprimet shoqërore. Profesionalisht, kjo është një ditë ideale për të angazhuar në bashkëpunime, pasi aftësia juaj për të ndërmjetësuar në mënyrë efektive do të jetë e paçmuar. Theksoni diplomacinë në diskutime, duke u drejtuar drejt ndërtimit të konsensusit. Në marrëdhëniet personale, përqendrohuni në nxitjen e lidhjeve më të thella përmes empatisë dhe mirëkuptimit. Nëse jeni beqar, skenarët shoqëror mund të çojnë në takime premtuese. Me financat, përpiquni për ekuilibër. Vlerësoni qëllimet fiskale dhe shmangni shpenzimet e panevojshme, duke i kanalizuar në vend të kësaj përpjekje drejt kursimeve. Në frontin personal, angazhohuni në aktivitete që harmonizojnë mendjen dhe trupin tuaj. Merrni në konsiderat artin, muzikën ose çdo hobi që ushqen shpirtin. Ushtrimet fizike, të tilla si vallëzimi ose pilates, gjithashtu do të ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit tuaj. Peshorja, yjet ju inkurajojnë të përqafoni ekuilibrin sot, duke u kujdesur të balanconi aspiratat me mirëqenien e mirë. Akrepi. Universi ofron mundësi për transformim të thellë. Me Merkurin që hyn në shenjën tuaj, vetanaliza çon në zbulime që mund ta ndryshojnë rrugën tuaj. Profesionalisht, njohuritë tuaja do t'ju udhëheqin projekte drejt zgjidhjeve inovative. Përqafoni misterin, duke ndarë ide në qarqe të besueshme për të rritur shtrirjen. Emocionalisht, zhytuni në thellësitë e marrëdhënieve, duke kërkuar mirëkuptim të ndërsjellë dhe lidhje më të forta. Është një moment ideal për biseda intime, duke lejuar që dobësitë të dalin në pa dhe duke nxitur besimin. Nëse jeni beqar, një tërheqje magnetike mund të tërheqë dikë të ri. Financiarisht, rishikoni qëllime dhe bëni rregullime strategjike. Aftësia dalluese tani do të hap rrugën drejt prosperitetit të ardhshëm. Nga ana shëndetësore, angazhohuni për një regjim ushtrimesh që fuqizon si trupin ashtu edhe mendjen, si artet marciale ose ciklizmi. Meditimi do të ndihmojë në përqendrimin e energjive tuaja intensive, duke siguruar ekuilibër. Akrepi, qëndrueshmëria juaj është e pakrahasueshme. Sot kërkon transformim sfidues, përqafim të ndryshimit dhe përputhje të veprimeve me dëshirat thelbësore për rezultate të jashtëzakonshme. Shigjetari. Kozmosi inkurajon eksplorimin dhe zgjerimin e horizonteve. Ndikimi i Jupiterit rrit një dëshirë për të mësuar dhe për të zbuluar pasione të reja.
Profesionalisht, përqafoni iniciativa që premtojnë rritje dhe arsimim, ose merrni në konsiderat role mentorimi që përdorin pasurinë tuaj të njohurive. Në marrëdhënie, forconi lidhjet përmes aventurave të përbashkëta. Kjo mund të jetë një ditë e shkëlqyer për të planifikuar udhëtime të ardhshme me të dashurit. Nëse jeni beqar, yjet favorizojnë lidhjet e bëra përmes ndjekjeve intelektuale ose ngjarjeve të lidhura me udhëtimet. Financiarisht tregoni kujdes. Ndërsa investimi në përvoja është i dobishëm, sigurohuni që të merren masa praktike për shpenzimet e paparashikuara. Angazhohuni në aktivitete në natyrë si ecja në natyrë ose ngjitja në shkëmbinj për të kanalizuar energjinë tuaj të gjallë pozitivisht. Meditimi ose vëmendja e plot mund të ndihmojnë në ruajtjen e fokusit dhe parandalimin e angazhimit të tepërt. Shigjetari, mbështetuni në dashurinë tuaj për zbulimin. Lejoni kuriozitetin të udhëheqë rrugën tuaj dhe shijoni përzierjen e të mësuarit dhe të jetuarit që universi ju ofron sot. Britsjapi. Yjet theksojnë disiplinën dhe përparimet praktike në përpjekjet tuaja. Saturni, planeti juaj sundues, rreshtohet në mënyrë të favorshme, duke nxitur një fokus të fortë në qëllime. Në punë, përkushtimi juaj i palëkundur do të bëjë përshtypje, veçanërisht në projekte që kërkojnë depërtim strategjik dhe durim. Ndjekja e përsosmërisë është një shenjë dalluese sot. Sigurohuni që aftësitë tuaja të shfaqen në mënyrë efektive. Emocionalisht, përpiquni për mirëkuptim brenda marrëdhënieve personale. Momentet familjare janë të çmuara. Angazhohuni me të dashurit në dialogje ushqyese për të forcuar lidhjet. Stabiliteti financiar është i spikatur, me kusht që të vazhdojnë shpenzimet e kujdesshme dhe zakonet e kursimit. Konsideroni rishikimin e planeve të investimeve afatgjata, duke i parafruar ato me ambicjet e ardhshme. Fizikisht, angazhohuni për rutina që përmirësojnë shëndetin dhe që përforcojnë vitalitetin, si stërvitja e forcës ose ngritja e peshave. Mirëqenia mendore është po aq e rëndësishme. Taktika të tilla si menaxhimi i kohës do të lehtësojnë stresin. Britsjapi, universi mbështet rrugën tuaj të strukturuar. Integroni disiplinën me lidhje të ngrohta për një ditë rritjeje dhe përmbushje të konsiderueshme. Ujori, yjet nxisin inovacionin dhe angazhimin shoqëror. Me uranin që ndikon në natyrën tuaj shpikse, eksploroni rrugë të pazakonta në projekte, duke thyer rutinën për rezultate emocionuese. Sferat profesionale përfitojnë nga idetë tuaja vizionare. Ndajini ato me besim, duke arritur aleanca që frymëzojnë ndryshim. Në marrëdhënie, nxisni unitetin përmes idealeve të përbashkëta dhe bisedave progresive. Ujorët beqar mund të tërheqin individ intrigues që vlerësojnë perspektivën tuaj unike. Financiarisht, ndërmarrja e strategjive të menduara mirë në planifikimin e investimeve është e mençur, duke balancuar rrezikun për shpërblime të mundshme. Mirëqenia personale duhet të përfshijë përqafimin e kreativitetit dhe aktiviteteve dinamike. Merrni në konsiderat bashkimin me një projekt grupi që amplifikon kreativitetin ose marrjen e mësimeve të artit ose vallëzimi. Përtëritja mendore është parsore. Përqafoni ushtrimet e frymëmarrjes ose vetëdijen për të ruajtur vitalitetin. Ujori, lejoni që shpirti juaj i inovacionit të lulëzojë sot. Jini një katalizator për ndryshim, duke frymëzuar të tjerët përmes origjinalitetit të jashtëzakonshëm dhe mirëkuptimit empatik, duke krijuar shtigje që përputhen me vizionin tuaj dinamik. Peshqit, energjitë kozmike nxjerrin në pa intuitën dhe rritjen shpirtërore, ndërsa Neptuni, planeti juaj sundues, shtrin ndikimin e tij, do të gjeni ngushëllim në përpjekjet krijuese dhe introspektive. Profesionalisht, besoni instinkteve tuaja. Mirëkuptimi juaj empatik është i paçmuar në lundrimin në skenar kompleks, që potencialisht çojnë në përgjegjësi të reja. Në çështjet personale, hapi arrit lidhjet. Ndani ëndrat dhe aspiratat tuaja me partnerët për një lidhje më të thellë. Nëse jeni beqar, mundësitë romantike mund të lindin nga mjediset artistike ose kulturore. Financiarisht, përqendrohuni në stabilitet. Rishikoni me kujdes shpenzimet, duke krijuar buxhete që mbështesin si sigurinë ashtu edhe ëndra. Fizikisht, jepni përparësi aktiviteteve që qetësojnë, por edhe fuqizojnë shpirtin, si noti ose tai chi. Praktikat e vetëdijes, duke përfshirë meditimin dhe shkrimin në ditar, ju mbajnë të përqendruar mes luhatjeve dhe zbaticave të jetës. Peshqit, përputheni me mençurinë tuaj të brendshme, duke festuar harmoninë që lidh kreativitetin dhe dëmshurinë. Sot, yjet ju inkurajojnë të përqafoni rrugën tuaj shpirtërore dhe të eksploroni rrugë të reja të depërtimit. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë,
për ne është një ndihmë e madhe.